kam këtu nduar. Po sa e bukur, me ku e bëre këtë ti? Ku e bëra. Edhe me emrin e emisionit të Tokim? Patjetër, ja, shikoje pak. Ua, të Tokim, e mrekullueshme. Një kemi apo dy? Një të Tokim ka. Një të Tokim, po kush do e marrë në fund të emisionit ato? Po ti pra? Unë? Ti pra, ja. Unë me madhja? Faleminderit, unë them që ti t'ja çosh gocës tënde të vogël. Ate e kemi më të voglën, që në familje. Do e prish gjithë të mrekulli. Nuk e ajo asë. Lartë që mos e kap. Sa më lartë. Lartë që mos e kap. Këtë ka realizuar Aida Radohina. Aida është vërtet fantastike, si një punishte elfësh është, edhe realizon gjërat mrekullueshme. Kartolina, globat personalizuar, gjithçka me tematikën e fundvitit. Në dhjetor, se muajt e tjerë të vitit, çfarë nuk bën ajo. Përcjellim urimin e Aida Radohina. Tokim është vendosur në punishten e babagjyshit, tek punishtja e elfëve. Bëj shaka sigurisht. Jemi vendosur në shtëpinë Radohina. Këtu kemi Aida Radohinën. Mirë se të gjetëm. Mirë se erdh. Jam shumë e lumtur që jam këtu, nuk ka kuptim fundviti pa ne të dyja bashkë. E kemi bërë traditëshmë, edhe siç e shihni, kemi shumë punë përpara. Tani, Aida, ti fundvitin e ke tepër të ngarkuar. E kam e fije. Këtë vit edhe më shumë se herë të tjera. Po, dy fish mami e pranej. Absolutisht, po. Megjithatë, sa i bukur është fundviti? Fundviti është ëndra eme e fëminis, që vazhdoj e kthem edhe një herë fëmijë, njësoj si atëherë. Biles, ta unë tashtë edhe diçka. Mora një ftesë para pak ditëve për natën e Krishtlindjeve, edhe faleminderit shumë personin që më ftoi, sepse kam mundësinë kështu që t'i urkthej edhe fëmijëve të mi atë gëzim, atë kënaqësi e atë tatrita të bukura që ka nata e Krishtlindjes. Faleminderit për këtë urim kaq bukur. Unë e di që personi që të ka ftuar po është edhe shumë e lumtur në këto momente. Tani, ajo çka ne do të bëjmë bashkë, do të shohim si punon ti. Se ti punon gjëra të mrekullueshme. Ti me ato duart e tua të arta gjithmonë krijon mrekulli, por jemi gjithmonë kurioz. Absolutisht jo, e vërteta, e pastër, e saktë dhe shumë e thjeshtëzuar. Tani, si ja del ti të realizosh të gjitha këto? Me kartolina, me... Lëre punë njerë, flasim njerë, lafet për para. Tani, me kartolina, me globa së fundmi, me çfarë tjetër të kam betur pa eksperimentuar? Se dia zëjt që ka me, duhet me po. Po shohim, para disa viteve fillova me punu kartolinat. Realisht, ishte dhjetori i 2019-s, mos u gabofsha, po i 2019-s dhe isha postpartum atëherë, fëmia i parë dhe gjeta një shërim Noel. Po punosha kartolina dhe parë që postpartum fiku ti se kam punë tjera. Edhe fillova të punoj këtë kartolina, megjithse fillova të profesionalizuar, lutem shumë tash. Tani, këto vetëm kartolina nuk janë. Tani janë vërtet një art më vete, se cila nga këto. Kjo quhet një tuf lule në kartolinë. A është vështirë ideimi i secilës kartolinë ndryshe nga e para? Jo, është shumë e vështirë me të kërkuar të bëhet njëjtën. Se s'mundem, s'mundem, realisht nuk mundem. Ja këtu ke disa modele. Shohim disa modele të ndryshme. Ja sa fantastike. Shikoni preferume të Noel. Sigurisht tani, unë pa jeshilën sikurs. A do të përvat? Djerë si ja gjej një vend. Jam mundu me përdor motivet e këto e festave që njerëzit që ti të dhurojnë edhe pak fest. A është rikthyer edhe një herë tjetër pjesa e kartolinave, që duke sikur ka humbur? Njerëzit kanë dëshirë, po shoh që fëmijët mos pari edhe vajza jeme kërkon që ti urojnë njerëzit përmes një letre, sepse ka filluar dhe mësu me shkrua dhe i duke sikur është gjë e mrekullueshme. Dhe është kjo vërtet, ja, edhe këto të dyja të lutem, është vërtet një traditë shumë e bukur që ne kemi. Mban mend e ke ruajtur kartolinat e para? Fryu era. Avi perdet e tundi perdet e mëndafshta. Janë vërtet. Si ti harroj? Pa çfat. Janë vërtet disa momente të bukura, por që na çojnë shumë pas ndër vite në një kohë që ishim të lumtur. Prap të lumtur jena. Edhe më tepër, patjetër. Nga kartolinat ke kaluar tek globat e pemës së vitit të ri. Jo, kam lënë këto modelin e parë, ishte muza jeme. Kjo është gjingla vajzës madhe, Erabel. Vogla xhelose se kam bë hala.
Ku ta gjejmë kohën? Vitin tjetër. Absolutisht. Këtë vit, po. Para Krishtlindjes do t'ja përfundoj. Kjo është xhingla e Rabelit, e dekoruar me një balerinë të sipër, sepse ka shumë qejf të jetë balerinë, po që kilet aktualisht nuk e lejojnë. Mund të punoj shumë edhe t'ja arrijë. Çdo dëshirë që mund ketë, mund t'ja dalë më së miri. Është e punuar me ngjyrë vishtje, emri komplet i prerë në dorë, edhe kjo është xhingla saj që hoqa prej pemet për me ja u demonstruar edhe ju atë. Është vërtet shumë bukur, po një jingle që e kam parë së fundmi ishte tani bukur shumë, tepër interesante, ishte me shtiza. Seç më ktheu një frymëzim për të kriju diçka të re, edhe thash pse mos ta baj, po kërkosha shtizët se nga ndrimi shtëpi nuk parrisha me gjetë. I bleva të reja, edhe ajo zonja që shkova me i ble, që do të punosh tha? Po do të punoj diçka. Me të vërtet do të punosh, po me të vërtet do të punoj, thash. Se është shumë e çuditshme, po është e çuditshme që një vajzë e re të punoj me shtizë. Besoj që edhe vajzës t'ja mësoj edhe e pyeta realisht a din çfarë janë gjypner, tha, si u ndiva krenare, vetëm me kaq u ndiva krenare. M'fal, është vajza jote, tani si do dilte ndryshe. Dhe kjo është xhingla që punova. Atëherë kjo pjesa e xhupit, dhe me xhup. I punum, realisht është i punum në dorë, i vendosëm këtu brenda xhingles dhe ka ca lule thata poshtë, edhe kjo është kjo është dhuratë. Realisht e kam menduar për një njeri që e kam shumë për zemër dhe do ta vendosja në pemë sepse hala nuk e di se kur do t'i shkojnë, por që kur ta shohin edhe kur ta marrin te pema, do t'jetë besoj shumë e vlerësuar. Dhe është vërtet një ide shumë interesante. Kam përshtypjen se përdoret edhe për gender reveal. Po, ide e bukur do t'i. Ideja është e bukur. Unë fakt këtë ide e di që ti e ke pasur shumë kohë më përpara. Ja ku erdhi koha për ta realizuar. Erdhi koha për ta realizuar. Ka xhingla të tjera të punuar. Po. Foto, tu është e Rabeli, ka kanë e vogël. Edhe të tjera, kjo është që e kam përdor për vajzën e vogël që vjet. E kam punu dhe e kam vendosur në pemë, se s'kishim menduar alo për një emër. Dhe e përdorëm këtë jingle për ta marrë kujtim dhe vazhdon të jetë aty në pemë. Shumë e bukur. Materialet janë një tjetër kokçarje mendoj, sepse është të vështirë për t'i gjetur, përgjithësisht ta marr materialin që të duhet, apo gjen materialin dhe pastaj krijon si funksionon me ty. Ne nuk e di si funksionon. Edhe po ti pyesësh edhe të tjerë, fillojnë se cili prej tyre mbledh nga një gjë që mund t'i pëlqejë Aidës. Po. Mirë bëjnë. E nash copa fjonxhesh, edhe nana i je po ashtu që e përshëndes shumë. E përshëndesim fort. Mbledh fjonxhet vogla të veçanta që është shumë vështirë ndoshta të shkoj ti gjej me metra, por ajo grimc aty më mjafton. Edhe kjo i e gjen vendin. Po. Edhe kjo fjongoja këtu, realisht ka një riciklim, ka një gjë e mbetur, edhe pse mos ta rikthejmë edhe një herë në jetë dhe vendosëm këtu. Ja sa bukur ka dalë, vërtet fantastike. Secila nga këto është shumë e bukur në fakt. Si është emocioni kur punon për dikë tjetër. Emocioni që e di që këtë gjë që ti e ke bërë kaq shumë bukur, që ty të pëlqen shumë se e shikon se është e bukur, t'ja japësh pastaj dikujt tjetër. Ta kam thënë edhe herë të tjera që është tash që i kam 2 fëmijë, nuk po them që është njësoj si të ndash fëmijën, por është një krijim i joti që nuk shpreson gjë tjetër veç ta vlerësojnë, po pak a shumë gati sa ti. Dhe mos ta përdorin për një vit e më ta hedhin. Por mesazhet më të bukura dhe vlerësim më të mëdha ata kur një klient më thotë që filan jingle e kam bler para 2 vitesh. Është njësoj si ditën e parë, nuk më ka marrë mend që do të ishte kaq e bukur e punuar dhe aq edhe e qëndrueshme realisht. Por duar të ketë arta dhe unë aty ikën gjithë lodhja, edhe tani ne e shohim në secilin punim që ti ke bërë që duart i ketë arta. Frymëzimin, ku e merr? Thash. Ku e blen të frymëzimin ti? Të thash që para 6 viteve kam mbush, ishte Rabeli. Sot është edhe Seren, edhe gjithë njerëzit tjerë që kanë besim tek unë. Të përfshi edhe ty. Unë bëj vetëm një detyrë të vogël për të mbështetur të gjitha ato vajza të cilat kanë ëndra të mëdha dhe punojnë shumë fort për të realizuar këto ëndra. Unë jam dëshmitare sa fort punon ti për të realizuar ëndrat e tua, sa mesazh dhe shembull shumë i mirë je ti. Jo vetëm për vajzat e tua, por për të gjithë vajzat tjerë që na përcjellin, sepse kështu duhet në fakt. Punosh fort e të besosh shumë fort tek vetja jote. Tani, punojmë diçka shpejt për t'ia treguar njerëzve që nuk janë veç fjalë këto që themi ne.
I kemi armët e punës. Ja është arma kryesore, pa te nuk mund bëjmë asgjë. Kega e ndezë se gati më kapi paniku. Atëherë kena këtë jinglën e kuqe që e kanë vendosur ta bëjmë dhuratë, po e lëm për në fund. Mirë, ta shohim se kujt do i shkoj dhurata. Atëherë do të mundohena me bë diçka të veçantë dhe ndoshta ta përshpejtojmë pak aty se Përfunduam? në pavje edhe po. Se duket sikur s'ka vend më për gjërat e tjera. Si e ka emisioni? Të lutem. Hajde ta tokim, pra. Ta përfundojmë me prekjen e fundit, si mendon ti? Ta tokim. Ta toke. Sa ta nisim. Okej. Edhe një prekje të fundit. Vërtet fantastike, tepër e bukur e të lumshin duar. Ti kemi treguar të gjithëve se si është si realizohet një jingle kaq e bukur, por unë e di se vetëm ti mund ta realizosh, është e kotë që ta shohim ne të tjerët. Jo vetëm. Jo. Kjo është e vërtet. Sa herë mu i bën kur punon Aida? Po të gjithë. Se tani ke punuar shumë pastër, po të shoh. Dramca. Gohat buk bën edhe dramca. Shumë rrumuj vaj. Sa orë në ditë merresh me realizimin e gjithë këtyre mrekullive? Për të dash, do të isha marrë minimalisht 4 orë në ditë, pa lodhje. Po puna, fëmija, nuk të del koha ka shumë, po kur është mundësia. A është të vështirë menaxhimi i kohës? Po i vështirë është, po ti e di edhe vetë. Kur ka pasion, Kur unë kam ndihmë, pakte në shtëpi, unë kam ndihmë shumë dhe të merrem vetëm ata detyrat ndoshta me edukimin ose me ndihmu me shkru, me lexu vajzen, e me vu me fjetën, me çu tjetrën, e të kesh asnjë kasave tjetër për shtëpinë, kështu që duhet përshëndetur edhe dikush tjetër. e përshëndesim shumë fort në Anëndin, e duam vërtet shumë fort sepse bën një punë shumë të madhe, lumti që e ke. Tani, fund viti është shumë interesant sepse dhurohen gjëra. Çfarë duhet të dhuroj njerëzit ty? Se nëse ka një njeri në Shkodër, po unë mendoj edhe në botë, që është i vështirë për t'i dhuruar diçka, është kjo vajza këtu. Çfarë duhet të dhuroj njerëzit ty për të bërë të lumtur? Para jo më larg se 2 vitesh, e kam kërku që për ditëlinje secili nga miqt, vëllezërit, motra, të më shkruajnë nga një letër. Ka kënë ditëlinja më e bukur. Nuk kishte rëndësi se a ishin lodhë me vledhurat tjetër apo jo, ato fjalët aty janë halon sirtar edhe sa herë që mund nihem me pa shpresë, mërzitun, e lodhën, rilexoj letrat. Nuk jam njeri materialist, ti e di, ndoshta vetëm një për aty në kartolina mjafton, ti e bame nga durt tua, tatit, kujdo që mund të më adhuroj, edhe ato fjalë të shkruhen me dorë jam shumë mirënjohëse. Është vërtet shumë bukur, po ti po na përgjigjesh me diplomaci. Diçka, çfarë të dhuroj një, diçka konkrete, ke dëshirë ti jo? Jo, thash. Jam e drejt për drejt edhe këtu mje, kështu që Thash mos kamerat vendos pak filtra. ja. Shans i pamundur ky. Okej, mirë. Tani, është fundvite dhe sigurisht ne nuk të marrim më shumë kohë, unë e di që e ke ditën shumë të ngarkuar, por do donim edhe një urim për miqtë e Tatokim për fundvitin. Jo vetëm për miqtë e Tatokim, për edhe ato njerëz që mund të ndodhin jashtë vendit nëse kanë mundësi të na njekin. Për të gjithë ato, ju uroj një Krishtlindje dhe një vit të ri me zemër të bardhë,
dhe me shumë dashni në zemrat e tyne, shnet, po pse jo dhe pare, se i letëson gjanat, po mi gjitha shnetin dhe zemrën e bardhë. Shumë dashni, edhe me që jena këtu ku jena, një falë me shnet edhe aty në tjere nga një kartolin, edhe t'i urojmë me gjithë zemër. Emisionin t'a tokim, ty, që nuk më haron kur, ku do që je, edhe shumë dashni për ty edhe gjitha të njerëzit të rrethojnë ty, sepse je veçantë. Faleminderit, unë po i marr këto, njërën e mora, edhe këtë po e marr, bukur shumë. Unë falenderoj nga zemra që gjithmonë na hap derën e shtëpisë sate, por mbi të gjitha na hap zemrën tënde, edhe na tregon sa e mrekullueshme jeti. Gëzuar. Jo, s'po të llastoj, unë po them vetëm atë çka është, po të paktën një herë në vit na lejo ta llastojmë njëra tjetrën. Atje bën edhe më shpesh. Gëzuar e përshumot, një krishtlindje të bardhë, një vit të ri të mbushur me gëzim, me lumturi dhe me gjithçka që ke dëshirë ti. Tan bashk.